Kë doni më shumë, prindrit apo kafshët? Falënderimi qoftë për Allahun, Zotin e të gjitha botëve. Selavati, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin Muhammed alayhis salam dhe mbi të gjithë robërit e ndershëm të Allahut. Allahu i plotfuqishëm në Kur'anin famëlar thotë: Zoti yt ka urdhëruar që ta adhuroni vetëm atë dhe t'u bëni mirësi prindërve. Nëse njëri prej tyre ose të dy arrin pleqërinë te ti, mos u thuaj atyre dhe mos i kundërshto ata me fjalë të këqija dhe drejtohu atyre me fjalë respekti. Surja Isra 23. Ky është një tregim i pikëllueshëm i një babai, të cilin e kishte harruar vajza e tij. Një gjysh i moshuar, akoma më parë, duke mbijetuar me një pension të vogël, duke kritikuar egërsinë e jetës dhe se si gjërat u kthyen përmbys. Ai thotë se vajza e tij që jeton në Amerikë e thërret në atë vonë në telefon që të lavdërohet dhe të jap lajmin se kishte bler një qen të vogël për $800. Dhe unë po mendoja me veten time: vajza ime e dashur, do t'ishte më mirë nëse ato para do t'ja dërgoje babait tënd. Unë do kisha lehur sa herë që të dëshiroje. Por çfarë të bësh? Ka ardhur kohë e tillë ku nuk e sheh i vetit vetin, përfundoi gjyshi me sy të përlotur. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: mirësia ndaj prindërve është më e mirë se namazi, agjërimi, haxhillëku, umreja dhe lufta në rrugën e Allahut. Le t'i ruajmë dhe të kujdesemi për prindrit tanë. Ata janë një nga garancitë tona për jetë e lumtur në këtë botë. Mos të lejojmë që prindrit tanë të bëhen xhelos për qend, si në tregimin e mësipërm, dhe gjërat e tjera të parëndësishme në këtë botë. Zoti thotë në Kur'an: dhe në shenjë mëshire, shtrije pranë tyre krahun për ulës e respektuese dhe thuaj: Zoti im, mëshiroj ata të dy, sikurse më edukuan mua kur isha i vogël. Surja Isra 24.